Blendi Gonxhe, një nga emrat që Edi Rama duket se po e përgatit për të drejtuar Bashkinë e Tiranës, u shfaq së fundmi në kombinat në krah të Esmeralda Demirajt, ish kryetare e gruas së Partisë së Lirisë, duke e quajtur atë një mikesh me energji pozitive. Nuk është i pari që kryen këtë veprim. Shumë politikanë të PS-s po nxjerrin në vitrinë elektorale njerëz të cilët deri dje ishin pjesë e tentativës së Ilir Metës për të rithemeluar partinë e tij sovraniste pas dështimit të Monika Kryemadhit. Në fakt, në zgjedhjet e vitit 2021, Monika Kryemadhi mori mbi 100.000 vota, një rezultat as pak modest, edhe pse jo domosdoshmërisht fal aftësisë së saj politike apo lëvizjeve të Metës nga pozita e presidentit. Problemi real ishte pikërisht Ilir Meta, i cili me sjelljet e tij kaotike dhe përpjekjet absurde për të deportuar në elektoratin fanatik të PD-s, shkaktoi dëmin më të madh të mundshëm. Arrestimi i tij e përshpejtoi arratisjen masive të njerëzve që deri dje ai mendonte se ishin luajal. Ka teori se pas kësaj braktisje qëndron Monika dhe njerëz si Endrit Brahimllari, sot kandidat për deputet i PS-s. Nuk përjashtohet mundësia që Kryemadhi të ketë ruajtur një dozë hakmarrje ndaj ish-bashkëshortit, i cili e largoi atë në mënyrë spektakolare. Por realiteti në terren tregon një histori tjetër. Faik Basha, një ndër figurat më aktive të Partisë së Lirisë në media dhe një kritik i ashpër i qeverisë Rama, sot është kthyer në një mbështetës të hapur të PS-s. Askush nuk mund t'u mohojë të drejtën për të ndryshuar pozicion, por mënyra dhe shpejtësia e këtij kalimi nuk bën gjë tjetër veç se konfirmon thënien e vjetër, nuk bëhet stani me lepuj. Politikisht kjo ngre dy çështje të rëndësishme, para lidhet me mazhorancën e Edi Ramës, e cila po përdori kundërshtar të egër politik si një vitrinë elektorale. Kjo lëvizje taktike e Ramës është një fyerje arrogante dhe hipokrite ndaj socialistëve që i kanë qëndruar luajal projektit politik të PS-s për dekada. Në aspektin tjetër, ky zhvillim është një pasojë direkte e bumerangut politik të Ilir Metës, i cili vite më parë largoi me arrogancë figura të spikatura të majta si Plum Xhufi, Sabit Brokaj dhe Fatos Klosi për të zëvendësuar me njerëz që dritroi i madh do t'i quante pelivan. Pikërisht këta pelivan janë ata që sot janë strehuar në prerjen e Edi Ramës, ku po paraqiten si top model politik. Në fund, viktimat më të mëdha të kësaj historie mbeten socialistët e thjeshtë, të cilët sot përballen me realitetin e hidhur se lepujt e Ilir Metës janë bërë tashmë luanët e Edi Ramës.